2 fitore të vendasve, 2 barazime dhe një ndërprerje të ndeshjes me gjithsej 14 gola të shënuar është epilogu i 5 ndeshjeve të javës së 28 të kampionatit 2024-2025 në ligën e parë të futbollit vendor. Tabelën vazhdon të kryeson Shkëndija me 63 pikë, e ndjekur nga Sileksi që ka 59 pikë. Derbi i Gjiros së 29 në futbollin vendor që u zhvillua në stadiumin e qytetit në Tetov pa praninë e publikut mes Shkëndijës dhe Shkupit ishte një ndeshje e çmendur me 3 autogola, emocione të pafundme dhe gola të bukur përfundoi me barazim 3-3. Miqt nga Shkupi kaluan në epërsi 3-1 në pjesën e parë, ndërsa Kuqezint, pas një rikthimi të madh, arritën të sigurojnë një pikë me golin e Adenis Shalës në minutat e fundit. Fatmirësisht pikat e fituara me Shkupin dhe barazimi i Sileksit me Struga Trimlum vazhdon diferencën, e cila është 4 pikë. Trajneri Beqiri tha se ky barazim është një gabim i patolerueshëm. Është gjithë me të keqës, janë 4 pikë diferencë, që ne duhet jemi shumë sinqert, ka edhe shumë ndeshje, ka 4 ndeshje, 4 pikë nuk janë në një garancë e madhe. Unë do dua ta them, do dua të jem korrekt me veten dhe me gjithçka që është rreth klubit, me tifozët, se ishte një gabim i patolerueshëm janë. Ndërkohë që ndeshja në Kratov me Sileksit dhe Struga Trimlum gjithashtu ka përfunduar me barazim, por pa gola, 0-0. Pelisteri mundi t'i ktheshin 1-0, të shtunën Vardari mundi ekipin Besa e Dobërdollit 3-1, ndërsa pas largimit nga garat Voska Sporti apo Brera janë të lira. Ndërsa në stadiumin Boris Trajkovski në Maxhari, Gostivari është larguar nga tereni në minutën e 85 me rezultatin 1-2 për Rabotničkin. Lidhur me veprimin e Gostivarit, ka reaguar Federata e Futbollit të Maqedonisë, ku postjerash thuhet: në vend që të luftonin në mënyrë sportive deri në fishkëllimën e fundit, KF Gostivari vendosi t'i shmangej realitetit dhe t'ia hidhte fajin arbitrave për veprimet e tyre të dëshpruara. E vërteta është e dokumentuar në proces verbalin zyrtar, ku thuhet se një përfaqësues i KF Gostivarit paraprakisht i ka njoftuar arbitrat se ekipi do të tërhiqet nëse rezultati nuk do të jetë në favorin e tyre. Ndërkaq në reagimin e klubit të futbollit të Gostivarit thuhet, incidenti që ndodhi sot nuk kishte asgjë kundër rivalit ton Rabotnički. Reagimi ynë ishte ndaj gjyqtarit Igor Stojqevski. Ky gjyqtar njihet për arbitrin e tij skandaloz, asnjë ekip nuk e pëlqen atë. Sa i përket deklaratës së FFM-s, ne do t'i përgjigjemi çdo fjalie, 1 nga 1, thuhet në reagimin e Gostivarit. Cili do të jetë veprimi i mëtutjeshëm i ekipit të Gostivarit, do të mësohet ditëve në vijim, varësisht edhe nga veprimet e organeve të FFM-s.